Shpreht zanoreve fetha, kesra dhe damme, në gjuhën arabe ekzistojnë edhe shenja të tjera, të cilat kanë veti të ndryshme kur vendosen me ndonjë shkronjë. Prej këtyre shenjave janë edhe sukuni, tashdidi dhe tanvini. Sukuni është një shenjë e cila kur vendoset me ndonjë shkronjë, ia pamundson asaj shkronje që të marrë ndonjërin nga zanoret fetha, kesra apo damme. Sukuni mund të shënohet në njërin nga këto dy forma. Për ta ilustruar këtë me shembull, kemi paraqitur surën Ikhlas apo surën Qul huwallahu ahad, ku sukuni është përdorur disa herë edhe atë te fjala Qul, te fjala Lam 3 herë, te fjala Yelid dhe te fjala Yulad. Pra si që vërejmë nga shembulli te fjalët e përmendura, shkronjat mbi të cilat është vendosur sukuni nuk përmbajnë asnjërin nga zanoret. Një shenjë tjetër e rëndësishme në gjuhën arabe është tashdidi, roli të cilit është që gjatë leximit të shkronjës me të cilën është i vendosur ai, ajo shkronjë të dyfishohet në lexim. Tashdidi shënohet në këtë formë. Te surja Ikhlas, tashdidi është përdorur te fjala Allah, te fjala As-Samad dhe te fjala Lehu, pra Yekullehu. Shenja e fundit të cilën do ta mësojmë në këtë video është tanvini. Roli i tanvinit kur të vendoset mbi ndonjë shkronjë është që kur të shqiptohet shkronja, pas zanores të lexohet edhe shkronja N. Për nga forma, tanvini duket si zanore e dyfishuar. Te shembulli i dhënë, tanvini është përdorur 2 herë, edhe atë te fjala Ehadun dhe te fjala Kufuwat.